Javën e kaluar, Kosova nënshkroi themelimin e Bordit të Paqes në mesin e 10 shteteve të tjera që u ftuan nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Cili do të jetë roli i Kosovës në një organizatë të tillë dhe cila do të jenë dobitë që do të i përfitojë, do t'i diskutoj me profesorin e studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irlandë, Gëzim Visoka. Zotri Visoka, ju falenderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Atëherë, në vlerësimin e juaj, çfarë përfaqëson konkretisht Bordi i Paqes që sapo u themelua dhe cilat do të jenë objektivat kryesore të tij në kontekstin e konflikteve globale? Atëherë, kjo organizatë apo nismë e re ka origjinën tek një rezolutje e OKB-s, e cila e ka aprovuar planin e Trumpit për paqe ose anëpushim në Gaza, në Palestinë, dhe si e tillë është parapart të jetë një mekanizëm për zbatimin e anëpushimit në Gaza, por duket në variantin ose karta që Trumpi ka prezantuar, kemi të bëjmë me një organizatë të re ndërkombëtare, e cila në farë forme përfaqëson lindjen e një rendi të ri ndërkombëtar, bazuar në një rend gjysmë apo autoritar, ku liderët botëror të fuqive kryesore ose aliancat e reja janë ato që realizojnë paqe, që bëjnë marrëveshje paqes dhe një farë forme të kalojnë institucionet ndërkombëtare, sikurse janë OKB-ja ose mekanizmat të tjerë ndërkombëtar. Kemi të bëjmë një organizatë me karakter dhe antarësi që aktualisht janë ose monarki ose gjysmë autoritare, ndoshta Kosova është një nga ato të rrallat që mbeten si demokraci, dhe si e tillë përfaqëson një klub ose një koalicion shtetesh të cilat janë të rrethuara përtej apo së rreth fuqisë politike të Donald Trumpit, dhe si e tillë përfaqësojnë një koalicion shtetesh që në një mënyrë synojnë të tejkalojnë bllokadat e OKB-s, dhe në anën tjetër të personifikojnë këtë rendin e ri botëror rreth personaliteteve kryesore ndërkombëtare. Si e shihni zotri Visoka pjesëmarrjen e Kosovës në këtë nismë, marr parasysh këtë që thatë sa i përket do thotë organizimit të saj demokratik si shtet krahas organizimeve të tjera që kanë shumica prej shteteve aty dhe çka mund të jetë roli i një Kosove në këtë organizatë? Po si mundësi për Kosovën ka pasur një kosto të vogël antarësimin e saj, por me mundësi më të mëdha për përfitime. Kështu që është një veprim strategjik pragmatik i Kosovës. Kosova ka pasur një politikë të jashtme ku është antarësuar aty ku i ka pasur dyrë të hapur. Në disa raste nga dera mbrapa është antarësuar. Dhe në këtë kuptim, përderisa Kosova është jashtë OKB-s, jashtë BE-s, jashtë NATO-s, çdo mundësi që i jepet në rrafshin ndërkombëtar do ta pranoj. Në këtë kuptim nuk kemi ndryshim politikës jashtme të qeverisë aktuale me ato paraprake. Për Kosovën, kjo përfshirje paraqet një mundësi për të evituar potencialisht dëmet që mund të vinë nga Trumpi ose nga ndryshimet globale. Do të është një mundësi për të rikonfirmuar aliancën me SBA-t. E dim se kur Trumpi mori mandatin e dytë vitin e kaluar, kishte frikë edhe ankth që SBA-t mund të braktisin Kosovën, rajonin dhe të kemi një ripozicionim të Serbisë karshi SBA-ve. Dhe me këtë veprim të antarësimit të Kosovës në këtë bordin e paqes, mund të parandalojmë paktën rreziqe që mund të vinë nga tensionet ose kërcënimet nga Serbia. Do të më shumë ka të bëjmë me karakter të brendshëm për Kosovën ose rajonal, sesa që Kosova ka ndonjë interesim ose mundësi për të kontribuar në këtë nismë. Për te kësaj, nuk mund të përjashtojmë mundësinë që Kosova si një rast ose model i shtendërtimit edhe paqëndërtimit pas konfliktit mund të shërbejë si një model brenda kësaj organizate për të zgjidhur ose të kaluar problemet etnike dhe të ndryshme. Kështu që në kuptim mund të ketë karakter simbolik, por ndoshta edhe mundësi për të hapjen e mundësive për Kosovën për integrim në tjera organizata, për njohje të reja. Me thonë shkurt, nuk mendoj që do ketë një kosto të madhe antarësimi, por mundësitë e përfitimit janë më të mëdha se që është kostoja. Keni koston, Visova, për çka e keni fjalën? Çka nuk kupton me koston që duhet paguajë Kosova për të qenë pjesë? Ka zëra që do të ketë një
kostet të antarësimit financiare, deri në 1 miliard euro është përmendur si e tillë, por Presidenti Osmani ka mohuar ndoshta tërthorazi një gjë të tillë, duke thënë që Kosova nuk përbën detyrime financiare për pjesëmarrjen, dhe këto zërat flasin për një artikull të kartës që flet antarësimi deri në më tej se 3 vjeç duhet paguaj 1 miliard dollar në vitin e parë. Kemi shumë paqartësi për sa i përket karakterit, organizimit të kësajna, por edhe atë ndaj me ju, atë mendim që edhe siç tha presidentja Osmani nuk do të ketë një kosto financiare aktualisht, por me atë që mendoja për si kosto ka të bëjë me kredibilitetin, me imazhin, ndoshta edhe faktin që shumica e BE-s janë kundër kësaj nisme dhe nuk janë pjesë e sajna. Në këtë kuptim e pata fjalën që nuk do të ketë një kosto sa i përket pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, ka shi BE-s ose vendeve tjera. Por më shumë është mirë të poshtet përmendet që kjo është një paralajmërim edhe një për BE-n, që përderisa Kosova nuk është brenda BE-s, është e lirë të bëjë veprime të tilla dhe BE-ja nëse është interesuar të ketë një union evropian në rajon në Ballkan duhet të përafrojë Kosovën me të tjera, por ndryshe do të dalin këto nismash që do ta bëjnë BE-n ose nisma të tjera rajonale të kaluarës, të historisë të kaluarës. Këtë kontekst, zotër Visau, ka marrë parasysh që shumica e vendeve kryesore të Evropës dhe ato që mbajnë në këmbë Bashkimin Evropian ende nuk i kanë thënë po një nismë të tillë dhe Kosova është pjesë e saj. Si duhet të sillet diplomatikisht ndoshta Kosova brenda kësaj nisme për trujt balancën midis aleancës me SBA-t, por edhe me vendet evropiane teksa ende synon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në organizmat e tjera evropian. Po me këtë veprim Kosova është krahuar ose ka marrë anën e Donald Trumpit kundër probleme me BE-n, kështu që është një pozicionim i qartë që për Kosovën alianca me SBA-n është më e rëndësishme se sa ndoshta ajo me BE-n. Edhe është një veprim pragmatik, por nuk do të thotë që Kosova është duke braktisur rrugën euroatlantike në asnjë mënyrë. Kemi vende si Hungaria që i ka bashkangjitur ti bordi. Nuk ka modeli më i mirë një shteti të BE-s, por si tillë ende është antar i BE-s. Dhe nuk përjashtoj mundësinë që BE-ja ose vendet e BE-s të kyçen në këtë bord në të ardhmen. Për momentin ka dilema për sa i përket mandatit edhe tek kalimit të kompetencave nga ajo që Këshilli i Sigurimit i ka dhënë këtij bordi të paqes në nëntorin e vitit kaluar. Dhe nuk e përjashtoj mundësinë që vendet e BE-s të kyçen në këtë drejtim. Po më duhet të përmend një fakt që historikisht vendet kanë zgjedhur të krijojnë struktura të reja ndërkombëtare kur ato ju kanë qenë përputhje me interesat e tyre kombëtare. Ta dim kur është themeluar OKB-ja nuk ka qenë NATO-ja. Dhe NATO-ja është formsuar pas OKB-s. BE-ja është formsuar pas OKB-s. Edhe shumë tjera organizata rajonale janë krijuar si pakënaqësi ndaj një organizate globale sikur që është OKB-ja. Edhe ky bord duket që është një shtresë e re e arkitekturës ndërkombëtare të sigurisë të paqes, ku do të shprehen pakënaqësitë që sistemi OKB-s është bërë i bllokuar, jo funksional edhe nuk është duke shërbyer qëllimin origjinal. Dhe në këtë drejtim, zotër Visoka, do i plotësoj mangësitë e mekanizmave ekzistues për diplomacinë ndërkombëtare apo ekziston rreziku që të krijohen struktura paralele në këtë drejtim? Po kjo do të jetë një strukturë paralele që do ta minoj rolin e Këshillit të Sigurimit, por e dim që Këshilli i Sigurimit me një kohë gjatë është jo funksional. Bloku perëndimor i veto rezolutave që vijnë nga Rusia, Kina ose vende të tjera dhe anasjelltas Rusia, Kina i veto nismave që vijnë nga perëndimi. Kështu që në një drejtim kjo organizatë e re e bën OKB-n më pak funksionale dhe në një formë kemi tek kalim të drejtës ndërkombëtare si sistem i zgjidhjeve konflikteve, por nuk do të përjashton mundësia që mund të kemi edhe një repozicionim të vendeve europiane për ta fuqizuar OKB-n. Të kthehet rëndësia OKB-s duke ditur rreziku që vjen nga kjo nismë. Por në përgjithësi nuk e përjashtoj mundësinë që të ekzistojnë të dy vende paralele ose ky bordi i paqes të humb relevancën pas përfundimit të mandatit të Donald Trump.
Nëse i kthehemi edhe pak rastit të Kosovës si pjesëmarrëse në këtë organizatë, ju përmendët disa prej përfitimeve që mund t'i vinë shtetit Kosovës nga antarësia aty, por marrim parasysh se janë plot shtete anëtare aty që nuk e njohin Republikën e Kosovës. Do të mund ta shfrytëzoj Kosova këtë rast, këtë mekanizëm, ndoshta për të ngritë marrëdhënie diplomatike me to dhe për të mbri njohje të reja. Po, është e vërtetë që kjo platformë mund t'i ofrojë Kosovës një hapësirë për të takuar, lobuar edhe kërkuar njohje të nga vende sikur që janë Maroku ose vende tjera që nuk e kanë njohur Kosovën. Është një mundësi e re që nëse përdoret si duhet mund t'i hap Kosovës dyrë që deri më tani sistemi i OKB-s nuk i ka ofruar Kosovës barazi, qasje të duhur, edhe nuk ka qenë në shërbim të drejtës Kosovës për vendosje, për antarësim në sistem ndërkombëtar, për njohje ndërkombëtare. Ta kemi parasysh që kjo është një farë forme proteste e Kosovës ndaj rendit të OKB-s, e cila një farë forme ka përfunduar të bëhet një vegël e shteteve anëtare të saj, fuqive të mëdha për ta përdorur. Kështu që ky bordi ka dy anë, ka medaljen pozitive për Kosovën, por në sistemin ndërkombëtar si zhvillim i ri mund të ketë pasoja ndoshta jo të mira për Kosovën, për vende të tjera të vogla që janë në farë forme pre e vendimeve të fuqive të mëdha. Si nismë ndërkombëtare, zotëri Visoka, kjo krijua me shkas ndoshta situatën në Gaza, me shkas që atje të ngritet një paqe pas situatës aktuale. A mendoni që bordi i paqes do të vazhdojë shtrirjen edhe më tutje edhe në rajone të tjera ku ka tensione ose të konflikte të ngrira, ta zëma mund shërbej si mekanizëm që do të mund ta zgjidhte çështjen e Kosovës me Serbinë? Po, do të intenca është shprehur qartazi që ky bordi i paqes mund të ketë mandat për te Gazës, mund të ketë mandat për zgjedhje konflikte të tjera. Në një farë forme, kjo vetëm është një strukturë mbrapa idesë të Trumpit për zgjidhje të shpejtë, pragmatike, realiste të konflikteve rreth botës. Stan të qëndrueshme këto paqëbërje ose këto iniciativa për paqëbërje mbetet të shihet, por definitivisht është një kritik me vend për sistemin e OKB-s, e cila ndoshta nganjëherë me dekada mbetet e përfshirë në konflikt, por pa pasur mundësi të zgjidhë ato. Në një farë forme bota ka nevojë për zgjidhje të shpejtë të konflikteve, por me zgjidhje të qëndrueshme, jo fasad ose që janë vetëm për interesim për të ftuar një çmim ndërkombëtar, siç është çmimi Nobel për paqe ose për njohje personale të një lideri. Kështu që kemi të bëjmë me dy zhvillime. Njëra është që ky bord i paqes është paralajmërim që sistemi i OKB-s duhet reformuar, por ndryshe mund të kalohet në këto nisma autoritare. Dhe tjetra është që ky sistem i ri ose ky nivel i ri i arkitekturës ndërkombëtare, ky bord i paqes është paralajmërim që mund të kemi një rend botëror të tillë, i cili ka të bëjë me nisma të tilla që janë ad hoc, grupe të shteteve, dhe në një farë forme kemi të bëjmë me hyrjen në një rend multipolar, ku kemi shumë pole të interesit ndërkombëtar dhe nuk kemi një rend global që përfaqëson të gjithë. Si mendoni që është bërë lista e vendeve anëtare nga SBA në këtë rast si kryesuese dhe si udhëheqëse gjithë kësaj nisme, marr parasysh nga rajoni këtu kemi Kosovën dhe Shqipërinë, por nuk është Serbia, të paktën nuk ka një ftesë deri tash për të. Do të mbetet pak si misterioze si janë bërë përgjigja, por duket që ftesa është dërguar gjerësisht dhe më shumë ka të bëjë me atë se kush ka reaguar shpejt, ka planuar ftesën shpejt. Në shumë raste kemi pasur mundësinë të shohim se si vendet kanë bërë publike këto ftesa, por raste tjera nuk i kemi parë ato. Po aludoj që edhe vani në pikë këtu se mund të ketë pas një ftesë për Serbinë, por që s'është bërë publike? Mund të ketë ndodhur kjo, por nuk është bërë publike. Edhe sipas disa deklaratave të administratës Trump, ftesa është bërë gjerësisht. Ideja ka qenë që të jetë më shumë përfaqësim, por për momentin pranimin e kanë bërë ato vendet që kanë qenë prezente dhe po dyrët janë të hapuna për vendet tjera të antarësohen. Çfarë do të thotë për Kosovën, zotëri Visoka, të ulet një organizatë të tillë ku nesër mund të ulet edhe Rusia, sepse ka një ftesë që i është përcjell nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Është një zhvillim i ri ndërkombëtar, mund kemi struktura të reja sikur ky bordi i paqes ku vendet anëtare nuk e njohin njëri tjetrin, nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Do të pranojmë faktin që kemi të bëjmë me ndryshim thelbësor të rendit ndërkombëtar.
rendi i ri i të kalon ato të vjetrit, mund të kemi antarësime pa njohje reciproke, mund të kemi variacione të reja të njohjeve të reja, që duhet jemi të hapur që rendi ndërkombëtar është duke evoluar shpejt dhe ato që kemi pasur si paragjykime ose percepcione se si duhet sillen shtetet nuk do të ndodhin më. Faleminderit shumë zotër Visoka për kohën dhe bisedën që zhvilluam së bashku. Dhe juve. Shikues të Radios Evropa e Lirë, ishte kjo një bisede zhvilluar me Gëzim Visokën, profesor i studimeve për konflikte dhe paqe në Universitetin e Dublinit. Faleminderit dhe vazhdoni të lexoni në evropaelir.org.